happy day. Oh, happy day. Mirëmëngjesi, jeni në Happy Day, programi i mëngjesit në Klan Maqedoni, edhe për këtë 28 tetor e premte, erdhi dita e fundit e javës që punojmë, sigurisht beson tani fundjava kur besoj të gjithë mezi e pritëm dhe ja ku erdhi, sot kemi energji të fundit për të mbaruar dhe këtë ditë të fundit të punës që të fillojmë pastaj me pushimet e fundjavës. Besoj do kaloni mirë dhe uroj që të kaloni mirë, të kënaqeni, pasi siç kemi thënë dhe ditët e kaluara, moti na mban në bukur dhe këtë fundjavë dhe kemi temperatura të përshtatshme për të shijuar edhe natyrën ose çfarëdo lloj plani që keni se si t'i kaloni ditët e lira. Pra, edhe për sot në Happy Day kemi një temë interesante, do ta flasim në pjesën e dytë të programit dhe ka të bëjë me dhunën. Do të vjen në studio Rezak Jakupi, profesor në universitete dhe sociolog, sigurisht, profesor i sociologjisë, i cili do të flet në studio sot në pjesën e dytë të programit për dhunën si fenomen dhe dhunën në familje. Si ka ndikuar kriza aktuale, pra krizat, se nuk mund t'i thojmë edhe kriza, pasi jemi në një kohë të përzier nga post-pandemia, lufta aktuale dhe sigurisht gjitha pasojat pastaj që vinë edhe nga lufta, kriza energjetike e kështu me radhë, me të cilat përballen të gjithë qytetarët e botës, të gjithë banorët e botës, por edhe ne këtu në Maqedoni njësoj, dhe nuk është që nuk e influencon këtë sferë kriza dhe këto rrethana që i përmendëm në kohën që jetojmë, pra edhe pse një fenomen i cili sigurisht nuk ka pasur të ndalur për fat të keq gjatë gjithë periudhës, çdo herë ka qenë një problematikë e diskutueshme, sidomos për këtë rajonin ton, por kësaj radhe do të flasim pra edhe për ndikimin se si e ndikon kriza dhunën dhe dhunën në familje, por përveç asaj sigurisht që do të prekim edhe ligjet, të cilat e mbrojnë të drejtën e njeriut për të jetuar i lirë dhe pa dhunë, sa i paraqesin qytetarët tanë në fakt këto momente të cilat i përjetojnë si jashtë, si në shtëpi, kush janë cak më i madh i dhunës, sipas statistikave sigurisht që janë gratë dhe fëmijët, flasim për dhunën në familje. Sigurisht ne shqiptarët perceptojmë gjërat më ndryshe apo jo, edhe dhunën në familje e perceptojmë ndryshe, kemi dëgjuar shumë fjali banale, të cilat thonë për shembull kush të don të rre, dhe kjo nuk është ashtu. Prandaj do flasim pra për shumë gjëra nga aspekti sociologjik me profesorin e sociologjisë Rezak Jakupi në pjesën tjetër. Është temë interesante, ka shumë çfarë për të folur, prandaj dhe mos të zgjerohem tani me përshkrime, sepse do të kemi bisedë të gjatë dhe të detajuar pra sa i përket dhunës në përgjithësi si fenomen dhe dhunës në familje. Kjo do jetë tema për sot, për të premte pak temë rënd, po sidoqoftë informative dhe besoj që shumë njerëzve do t'ju vy ky informacion, do t'ju duhet ky informacion që të dinë pastaj si t'i qasen në fakt problematikës së tyre, pasi besoj që edhe kjo është një problem, informacioni i pakt të shqiptarët, për atë se kur llogaritet një dhunë, dhe dhuna nuk është vetëm me fizike, edhe këtë duhet ta dim, dhuna mund të ndodhe edhe përmes telefonit, për shembull, ose nga shumë larg, pasi dhuna psiqike është besoj e cilësuar bile edhe shkencërisht edhe më e vështirë nga dhuna fizike, pasi plagët shërohen si përfaqësore, por plagët e shpirtit, si thonë, më rënd shërohen apo jo. Kështu që na ndiqni në pjesën tjetër, besoj që do të jetë shumë interesant për ta dëgjuar dhe shumë informative, shumë e rëndësishme për ta dëgjuar gjithë bisedën me zotin Rezak Jakupi, psikologu i cili do të vijë sot në Happy Day. E mirë, sot për 28 tetor për këtë të premte, do të fillojmë programin me motin sigurisht, pasi
fjalët e para i kemi a ka diell a ka shi, por jo, ka vetëm diell, dhe siç ju kam lajmëruar, parashikimet mbeten të njëjta. Temperatura momentale në Shkup shënon 8 gradë Celsius, sot maksimalja do arrijë deri 22 gradë Celsius dhe kemi vetëm diell, nuk kemi kushte për shi, për re, kemi kohë të pastër dhe vetëm me diell. Dhe kështu do të zgjas siç ju thash edhe në fundjavë, 22-23 gradë Celsius për të shtunë dhe diell dhe sipas parashikimeve, edhe java tjetër gjithashtu do të jetë pa kushte për shi dhe re, dhe me temperatura stabile, pra si këto deri më tani 22-23 gradë. Dhe pastaj sipas aplikacionit parashihet që fundjavën e ardhshme të kemi një destabilizim të motit, ku pritet që temperatura minimale të zbresë deri në 4, kurse maksimalja deri 17 gradë Celsius, edhe kjo nuk është ndonjë ndryshim kushte disa i madh, por do kemi pak kushte për re dhe shi, por gjatë fundjavës së ardhshme. Kështu që edhe këtë fundjavë dhe javën e ardhshme, që llogaritën dhe 7 ditët e ardhshme, kemi vetëm diell dhe temperatura deri 22-23 gradë Celsius. Do t'i shijojmë, besoj, edhe këto ditë të ngrohta, të cilat sipas gjitha gjasave janë të fundit për këtë vit. Do filloj pastaj dimri dhe nuk do mbaroj deri në pranverë sigurisht. Edhe po, mos harroni që të dielën do ndryshoj ora, pra do kemi orën dimrore, llogaritjen e orës dimrore. Ishin disa komente përgjatë kësaj periudhe dhe fjalë se nuk do ndrohet ora. Ju e dini që disa vite në fakt debatohet kjo çështje, të qëndrojmë me një orë ose të ndrojmë orët sezonale, por sërish për shkak të krizës energjetike si vjet që ka kapluar botën, përsëri do të ndodh edhe si vjet, pra ndryshimi i orës të dielën, kur do të shkojnë treguesit e orës një orë prapa. Që kemi një orë më shumë të flejmë pastaj të hënën. Mirë. Mësojmë tani ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit historik për ditën e sotme, dhe kalendari im historik për 28 tetorin fillon nga viti 1922, kur fashistët italianë të udhëhequr nga Benito Mussolini ndërmarrin marshimin mbi Rom dhe dominojnë qeverinë italiane. Ky marshim ishte një demonstrim i organizuar masiv, i cili u organizua nga partiat kombëtare fashiste e Benito Mussolinit. Kur trupat fashiste hynë në Rom, kryeministri Luigi Facta dëshiroi të deklaronte një shtet rrëthim, por kjo u hodh poshtë nga mbreti Viktor Emanuel III. Të nesërmen më 29 tetor të vitit 1922, mbreti emëroi Mussolinin si kryeministër, duke transferuar kështu pushtetin politik tek fashistët pa një konflikt armatosur. E në ditën e sotme, në vitin 1940, në Greqi do të ndodhte dhe hedhja poshtë e ultimatumit të famshëm italian nga ana e kryeministrit Ioannis Metaxas, e njohur ndryshe edhe si dita e Jos. Ky moment simbolizon dhe fillimin e luftës italo-greke, e cila në pjesën ndërmuese të saj u zhvillua në Shqipërinë e Jugut. Qeveria greke refuzoi me një jo të prerë notën italiane që parashikonte lënien e disa bazave ushtarake në tokën greke trupave të Mussolinit. Për këtë arsye, Italia fashiste nisi sulmin frontal ndaj ushtrisë greke. E pas tyerjes së këtij sulmi, Italia i kërkoi ndihmë Gjermanisë dhe kjo e fundit e pushtoi gjithë Greqinë. E në vitin 1955, në ditën e sotme, ka lindur në Seattle një nga biznismenët më të pasur të botës, themeluesi Microsoftit Bill Gates. Gates është i njohur ndërkombëtarisht si magnat biznesi, investitor dhe filantropist. Gjatë karrierës së tij në Microsoft, Gates mbajti postat e kryetarit, CEO-s dhe arkitektit kryesor të softverit, ndërsa ishte gjithashtu aksioneri më i madh individual deri në maj 2014. Sipas klasifikimit të revistës ekonomike Forbes, Bill Gates është personi i dytë më i pasur në botë me një pasuri prej $906 miliardë. E në ditën e sotme, në vitin 1959, shuhet në moshën 27 vjeçare numri 3 i revolucionarëve kubanez pas Castros dhe Che Guevarës, Camilo Cienfuegos.
Cienfuegos ishte një revolucionar kuban I lindur në Havana, së bashku me Castron, Che Guevarën, Juan Almeda Bosquier dhe Raúl Castro. Ai ishte antar I ekspeditës Granma të 56-s, e cila nisi kryengritjen armatosur të Fidel Castros kundër qeverisë diktatorit kuban Fulgencio Batista. Ai u bë një nga komandantët kryesor gueril të Castros, I njohur si heroi I Yaguai, pasi fitoi një betejë kryesore të revolucionit kuban. E vdekja e tij me avionin privat Cessna 320 në brigjet e Karaibeve ka mbetur një mister sot e kësaj dite. Në 28 tetor në 1982, për herë të parë pas afro gjysmë shekulli, Spanja do të organizonte zgjedhjet e lira dhe të ndershme pluraliste parlamentare. Pas rënies së diktaturës të Francisco Francos, mbreti I Spanjës Juan Carlos do të dekretonte zgjedhjet e lira. Zgjedhjet e përgjithshme të Spanjës në 1982 u mbajtën për të zgjedhur pjesën e dytë të Këshillit të Përgjithshëm të Mbretërisë së Spanjës. Të gjitha 350 vendet në Kongresin e Deputetëve ishin gati për zgjedhje, si dhe 208 nga 254 vendet në Senat. Zgjedhjet u fituan nga Partia Socialiste e Felipe Gonzalesit. Në ditën e sotme, në vitin 1995, në Baku të Azerbajxhanit ndodhi një tragjedi kombëtare. Një zjarr shpërtheu në sistemin e metros në Baku me stacioneve Ulduz dhe Narimanov. Sipas shifrave zyrtare, mbetën të vdekur 289 njerëz, 286 pasagjerë përfshirë 28 fëmijë dhe 3 punonjës shpëtimi, ndërsa 270 njerëz u plagosën. Zjarri vlerësuese ishte shkaktuar nga mos funksionimi elektrik, por mundësia e sabotimit të qëllimshëm nuk u përjashtua. Edhe pse një numër I madh I njerëzve që evakuan trenin mbijetuan, zjarri mbetet katastrofa më vdekjeprurëse e metros në botë. Zjarfiksit Xhingiz Babayev ju dha pas vdekjes titulli I heroit kombëtar të Azerbajxhanit për jetët e shpëtuara të pasagjerëve. Dhe në vitin 2007, në ditën e sotme, në Argentinë, Cristina Fernández de Kirchner zgjidhet si presidente e këtij vendi. Fernández është gruaja e parë që shërbeu si presidente e Argjentinës, e presidentja e parë femër e zgjedhur drejt për drejt dhe gruaja e parë e rizgjedhur në zyrë. Ideologjikisht një peroniste, ajo ishte antare e partisë justicialiste me qasjen e saj politike duke karakterizuar si kirchnerism. O zot. Ajo do ta udhëhiqte Argjentinën për 8 vjet duke ndërmarrë politika ekonomike dhe sociale të konsiderueshme për ta nxjerrë vendin nga kriza ekonomike dhe nga inflacioni që e kishte pakosur. Sigurisht, gratë din të vendosin më mirë. Po, dhe kanë thënë disa njerëz se nëse po ta udhëhiqeshte nga gratë, nuk do të kishim kaq luftra. Do dilnim nga kriza ekonomike. Nëse pak shaka për fund, unë edhe pse mendoj kështu është mendimi im, do të kalim tani te pjesa tjetër e informacioneve të mëngjesit, që është horoskopi ditor, si mund të fillojmë ditën pa parashikimet e yjeve. Nuk do të dim as për çfarë kemi prirje sot. Prandaj dëgjoni se çfarë parashikojnë profesional e në fushën e ndjenjave do ta lini veten të admiroheni nga dikush. Gaforia do t'i dedikoheni problemeve tuaja personale duke marrë një moment pushimi, në aspektin profesional do të keni mundësi të reflektoni. Luani, do të keni ide të reja, të cilat do të sjellin përfitime, e në punë do të jeni energjik dhe të përkushtuar. Në dashuri duhet të jeni të kujdesshëm me gjykimet. Virgjëresha për sot, do të reagoni me agresivitet kundër kujtdo që ju vështirëson punën, por do të dilni fitimtar. E në dashuri diçka do t'ju shqetësoj ju virgjëreshat, por në fund gjithçka do të zgjidhet. Peshorja për sot do t'jeni shumë aktiv dhe plot me iniciativa, kjo për shkak të familjarëve tuaj që ju mbushin me energji pozitive. Akrepi, do të ndjeni pak të mërzitur sepse nuk jeni të rrethuar gjithmonë nga njerëzit që I doni, në aspektin profesional do të shpërbleheni ekonomikisht.
Në çdo gjë, në ambientin e punës do të kuroni me kujdes çdo detaj. Mendoj se horoskopi sot ka pasur mëshirë se është e premte dhe sipas këtyre parashikimeve që lexova, e shohim që yjet që kanë sot në disponim të mirë pothuajse për të gjitha shenjat e horoskopit. Shumë bukur, mbaruam dhe me horoskopin ditor dhe tani do të shkojmë te ushtrimet e mëngjesit, apo jo? Majlinda dhe Nita kanë bërë videon e radhës, kemi sot premierën pasi është e premte dhe kanë ushtruar së bashku, besoj që edhe sot vazhdon ritmi i mëngjesit. Keni parë që videot e kaluara kanë ushtruar së bashku dhe vajzat në studion e Majlindës, pra në fitnessin e Majlindës, ku ajo mban sesione javore, disa herë në javë, por ju që s'mund të shkoni te Majlinda për të ushtruar bashkë në grup fizikisht, mund të ushtroni përmes videove që ju sjell Majlinda çdo ditë në Happy Day. Kështu që hapni ushtroni këtë mëngjes që do të djersidheni më herët dhe të bëni për vete diçka të mirë, të bukur. Ndjekim pra ushtrimet e mëngjesit me Nitën dhe Majlindën. Oh, happy day. Përshëndetje shikues të dashur, shpresoj që jeni mirë edhe për këtë ditë dhe jeni komod, rehat. Unë me Majlindën sot kemi vendosur të bëjmë disa ushtrime, meqense se të gjithë punë që i kemi, që i bëjmë në jetën e përditshme, i kemi nëpër karrige. Dhe sot kemi vendosur të bëjmë disa ushtrime, disa zgjatje ose format e jogës në karrige. Apo jo Majlinda? Përshëndetje Nita, përshëndetje shikues. Edicioni i sotshëm do i dedikohet gjithë punëtorëve administrativ dhe atyre para kompjuterit. Do jenë kështu zgjatje të lehta, do pozat jogës në karrige. Mira, jemi gati për ta filluar? Po, jemi gati. Ta fillojmë. Si për fillim ulemi kështu në cep të karriges dhe i hapim pak këmbët dhe shkojmë me duart lart me frymëfer dhe zgjatu para. Shpras, pra mbushu me ajër. Ashtu si i hap duart, ashtu koordinoj edhe frymarin, edhe shpras. Shikim lart me frymëfer, shprasur, edhe një me frymëfer, edhe shpras. Më pas i vendosim duart i mbrapa te koka dhe ulemi poshtë, shikimi para, 1, 2, edhe drejtohet. 2 sekonda. Edhe për 2, edhe për 1. Ta si jemi në këtë pozit, e bëjmë krahun drejt, edhe zgjatëm. 1, 2, 3, drejtoj. Me frymëfer, edhe shpras. Pra, mbushur, shikimi të shuplaka lart, shprasur. Mbaj gjujt e këmbëve hapur. Edhe një. Tash e zgjatëm dorën tjetër. Edhe shko plak, mbushur. Edhe shpras. Ndiqe dorën në shikim. Pa me frymëfer. Pra këto janë ushtrimet që gjithë secili mund t'i bëj, ndoshta gjatë orarit punës në pauzë. Po, në pauzë. Dhe pastaj shkoj majtas 1, 2, 2 dhe kthem. Anën tjetër. 2 sekonda, 2 sekonda, 2, kthem në qendër. 1, 2, 1, 2, në qendër, edhe 1. Tash vendosim këmbën e majt, kështu sipër. Edhe dorën e djathtë nxjerrë kështu para, bllokohet. Bashkoj shuplakën edhe hapem. Mbushu me ajër. Edhe shpras. Pra mbushu gjoksin me ajër. Nga 5 sekonda me të se mjafton. Ti bëjmë shpejt ushtrimet që mos i zë shefi. E më stërgjit po zy.
Edhe një. Edhe ta sillemi kështu këtë pozitë, krahun e majt e nxjerrim te cepi i kavikës. Ja, edhe shqipimi lart. Këtu qëndro për 10 sekonda, diku 2 frymore të thella. Edhe një. E tash nga dalë kthejë dorën, edhe ndryshon pozitën e këmbëve. Nga ana tjetër. Nga ana tjetër. Pra, gjele dorën fara, shqiptakat bashkë dhe hapë. Me frymë, shprasë. Mbiti dorën në shqipim. Në fundit. Edhe ta shkojmë, dorën në nxjerrim të karikës. Edhe të 2 frymore të thella. 10 sekundë. Dhe pastaj kthehemi në qendër. Tash në vazhdim e largojmë lapën. Vendosim kështu këmbën. Ta bëj edhe unë nga ana e njëjtë apo s'më mirë nga ana e njëjtë? Këmbën e majt. Drejt. Edhe shto, mbushur me ajër. Është 1, 2, edhe shprasë. Pra, mbushur me ajër, edhe shprasë. Mbushur. Edhe 2. Edhe 1. Dhe tash zgjatë orën. Shko këtu në 10 sekonda, 2 frymore të thella. Edhe nga dalë mblidhi këmbën. Edhe lëshoj duart poshtë, unë e kokë. Unë do të qetësohesh. E nga dalë, drejtohu mbush me ajër, shfrasu dhe kalon nga ana tjetër. Tash edhe këtu do e përsërisim njëjtën. Okej.
Dhe të ditës ne kalojmë në për karika. Kështu që shpresoj që u kënaqet gjatë kësaj epizode. Edhe java në vazhdim do jetë krejt në karike. Kjo javë do me thënë ja lëm karikës, i bëjmë ushtrimet në karik dhe qëndroni edhe për 2 epizodet e radhës gjatë kësaj jave. Faleminderit shumë. Faleminderit Nita. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje dhe miru takofshi. Oh, happy day. Është bërë në temën që do të trajtojmë sot në Happy Day, ka vitin 2018, ku në qendrat për punë sociale në Maqedoni janë regjistruar 1300 raste të dhunës në familje, në të cilat pjesa më e madhe kanë qenë gra dhe fëmijë. Kjo shifër tregon se dhuna në familje, veçanërisht dhuna mbi gratë në Maqedoni, ka tendencë të rritjes. E numri i zmadhuar i viktimave të dhunës në familje sipas ekspertëve është rezultati mos zbatimit të masave për mbrojtjen e viktimave, i zgjidhjeve jo adekuate juridike të rasteve, por edhe të vetdijes të ulët të viktimave të paraqesin dhunën në familje. Për këtë temë, për dhunën si fenomen dhe dhunën në familje, kemi ftuar tani në studio doktorin e shkencave sociologjike, profesorin Rezak Jakupi. Mirë se keni ardhur, kënaqësi të flasim për një temë kaq të rëndësishme këtë mëngjes. Mirë se u gjeta dhe në temë komod të mirë. Më vjen shumë mirë. Punë të mbarë, veçanërisht juve për emisionin e ri. Faleminderit shumë. Po, pra e shihni që në 2018, pra është hulumtimi i fundit, ndoshta dhe nuk i jepet shumë rëndësi pra kësaj dukurie kaq të shpesht në Maqedoni dhe në rajon, po së pari do flasim në përgjithësi, pasi ju jeni eksperti i kësaj çështje, të shohim nocionin e dhunës. Çfarë do të thonë? Shif, për të thënë se jam ekspert, ka edhe ekspert më të mëdhej, po a mund të kontribuoj pak në lidhje me problematikën, po, si dukuri dhe fenomen shoqëror, si dukuri sociologjike, një dukuri e cila e tangon shoqërinë, në sferë e interesit të shoqërisë, i tangon në progresit të vetë shoqërisë, rregullimit të marrëdhënieve kështu me radhë. Unë mendoj se edhe tema është e qelluar. Nuk do të hapemi shumë lidhje me nocionin e dhunës si dukurinë përgjithësi, sepse ka lloje të ndryshme të dhunës. Po qëllimi jonë është fokusimi tek dhuna në familje, si dukuri ekziston që moti. Mirë po, hulumtimet e para kanë filluar nga shekulli i kaluar, vitet e 70. Si temë të tillë, si një formë vetëdijësimi ndaj kësaj dukurie negative, shtetet perëndimore janë pak më parë se na. Ashtu, më parë, po, mund edhe ashtu të themi, po megjithatë edhe te na bëhet diçka. Do të thënë, hulumtimi i dukurisë ka rënjë jo aq herët, pra vitet 60-70 të shekullit kalon, kur hulumtohet ky dukuri si problem. Më herët as nuk është diskutuar. Po shif, është diskutuar, por nuk është diskutuar publikisht, sepse është trajtuar kjo dukurisë është çështje e brendshme familjare. Si private? Ashtu si diçka private dhe sikur nuk ka të drejtë as shteti, as dikush tjetër të merret me këtë çështje dhe të hinë në privatësinë e dikujt tjetër. Pse themi kështu? Nga ajo se na kemi dhe dokumente sa i përket drejtave dhe lirive të njeriut që më parë se sa në vitet e 70-ta. Pra kemi konventa të ndryshme që rregullojnë këtë çështje. Prandaj kur nisi me këtë çështje mund ka shumë dimensione mund trajtohen. Varësisht cilën segment të shoqërisë e godet kjo dukuri, sepse dukuria në familje ende është tabu temë në disa shoqëri, të themi, në përmasa botërore, përveç që të na flitet për këtë dukuri të madhe në kohën e fundit, sepse është bërë evidente dhe është bërë një dukuri e cila ndodh tek na dhe përreth nesh, dukuri të cilën e vrejmë në jetën e përditshme, dukuri e cila le pasoja, trauma e kështu me radhë. Profja, jemi dhe në kohën e viteve të 70-ta ku ende mendojmë
shoqëria jonë, mentaliteti i shoqërisë tona, mendon ende se çështja e dhunës në familje ose se si trajtohen familjarët ndërmjet është çështje private. Si e shihni ju? Ka ende. Këtu ende. ka ende një pjesë e madhe e popullatës ende është e udhëhequr në bazë të stereotipeve, ëh. Këto të në bazë stereotipeve, po është udhëhequr në atë pikpamje se për dhunë nuk është fajtor vetëm ai që krijen dhunën, por është fajtor edhe ai që është i dhunuar, që do të thotë se dhuna shpërndahet paralelisht. Domethënë, përndryshe ka edhe stereotipe tjera, se unë jam në fazë dhe jam në situacion të krijej dhunën ndaj një antarit familjes, mbi ato se kam krizë ekonomike, mbi ato se kam stres, kam kështu domethënë justifikime të ndryshme prandaj, tek na në bazë të këtyre stereotipeve të cilët kanë ekzistuar që më para, që thash më parë se duke menduar se nuk ka kusht të drejtë të ndërhinë marrëdhëniet e familjes brenda partnerëve. Ka, te na edhe mund të themi që denoncimi është shumë më i pakt në krahasim me një ditë ja merr ma kujtove dhe më kujtut për të thënë një rast dhe mendova se dikush ka paragjikime, pas një reviste, duket se kroate a serbe, flitte për denoncimin e dhunës, demek me numra marramendse në Kosovë. Dhe unë mendova se ajo është tendencioze. Kurse në Serbi me një popullat me 8 milion banor, kishte diku mbi 3400 këta disa rastet paraqitjes, se në Kosovë kishte diku 4200. Shumë më shumë, për shumë më pak popullsi. Edhe unë mendova, thash, kjo është një paragjikim, po ja, dhe vetë dhanë sqarimin, japin kështu. Nuk është problemi të numri më i madh në Kosovë, por është problemi të rritja e vetëdijsimit dhe denoncimi i rasteve. Do të thonë në Kosovë janë mirë, janë duke Ashtu, do të përparuar thotë se në në Serbi ka raste, nga vetë revista thonin se në Serbi ka shumë rastet që nuk denoncohen dhe prandaj ki numër duket i vogël dhe dikush në thojze na kënaq neve se ja, në familje atje nuk pas ka dhunë të theksuar, që është absurd. Është absurd. Në çdo shoqëri besoj që ka, vetëm varësisht se sa lajmërohen këto fenomene. Cilat janë shenjat profesor të dhunës dhe dhunës në familje? Shif, shenjat njerë përpos si mbas do analizave dhe ullumtimeve, pasi kemi forma dhe manifestimet ndryshme të dhunës. Po pra, nuk është vetëm fizike. Dhuna psikike është më prapë. Mirë po, asaj pak i kushtëzohet vëmendje. Ja, për shembull, nëse ke ti dhunë në familje, njerë duhet, nëse ke përdorur atë fizike, duhet ke shenja në trup, ke karakteristika tërheqje të dhunës, në varësisht cili lloj dhunës, është psikika, është fizika, është seksual, ka shumë lloje ndryshme të abuzimit, edhe të shenjat e pare janë të tërheqjes. Dhe me thënë, një frikë, një ankth, tërheqjen e vetë, tërheqjen e depresionin, ashtu, sepse s'ke kujt t'i thosh, krejtësisht ke një sjellje tjetër në krahasim me sjelljen e rëndomt, normale. Frigohesh për pasojat, frigohesh për denoncimin pastaj edhe të vetë marrëdhënieve në familje. Edhe unë e nxjerri prej kësaj një tezë që unë them kështu shpeshherë dhe gjatë ligjërimeve kur shpjegoj, them se situatat e tilla krijojnë një ankth për ardhmërinë e vetë fëmijëve në suazat familjes të cilët përjetojnë dhe janë okulari dhunës. Ka dallim përjetosh dhe të shohësh dhunë për shembull të babait ndaj nanës. Sepse në aspekt sociopsikologjik, një fëmijë është më i lumtur nëse çifti ka muhabet. Pra, prindi, nëna dhe babai, kur janë në marrëdhënie harmonike, edhe fëmia zhvillohet në mënyrë shumë më harmonike. Pa atë që dësha të them ta ndërlidhi mendimin se kur fëmia është okular, pra kanë qenë vend ngjarjes, taj krijohen di dilema. Di dilema, të cilat dilema unë pak, jo mundu pak a shumë të thjelloj, për çka dilema duhet. Për shembull, një fëmijë i vogël kur shef asisoj raste, thot, unë kur do të martohem, ose kur do të krijoj familje, kur nuk përdori dhunë. Ose, kje rast tjetër, pas është viktima
vajzë ose djalë, thot, unë kur nuk martohem, që t'jem pjesë e kësaj torture. Do të thonë, tërheqja ka të bëjë me këtë dilemën hamletiane. Çka në të ardhmen? Sepse nuk thunë koha gjithë shka shëron. Ka raste ndryshme që kanë qenë edhe njerëz suksesshëm edhe për post, por i dhe unë ajo karakteristikën e partë manifestimit është tërheqja, ankthi, depresioni, mungesa e komunikimit me partner tjetër, humbje që është shumë karakteristikë e vetëbesimit, e vetvete. Më thënë, humbën vetëbesimin, mënyrën e të artikuluarit qartë e kështu më radhë. Qartë, po kemi takuar, besoj, po nuk ja vëm dhaq shumë veshin, do kalojmë tani te mitet mbi dhunën në familje. Ekzistojnë mitet të këtilla, sigurisht edhe te ne, te shqiptarët janë ende më karakteristike, si ndikojnë këto te dhuna? Unë them se ende ndikojnë. Besom që ndikojnë. Thoni profesor, pse unë mos e them kështu pak ndikojnë, sepse jo vetëm faktorët shoqëror, po pak e potencojmë se një ndër faktorët që ndikon në krijimin e këtyre miteve për pozicionin, është edhe religioni. Profesor, për shembull, unë kam dëgjuar kush të rreh të don. Jo, ma ajo pak ma ndryshe. Kush ngucet, ma letë, kështu ata janë shenja se duhen, se s'din ndryshe si ta shprehin dashurinë. Jo, po, do njëra arsyetohet dhuna dhe me mite të këtilla absurde, unë mund t'i quaj, për shembull, nuk të do ai që të rre. Po edhe unë nuk besoj që të do, sepse... Po e keni dëgjuar shqiptarët që thonë kështu, apo? Po, thonë për ta justifiku veten. Kësisoje mund ketë fiset primitive, arapeshi, mundu gomori, qambulli, ku atje ke rast për shembull se vajza nuk është e rahur, deri në maksimum, me kamxhik, nuk e don as t'i djalë. Do të thotë dashuria më e madhe nëse në trupin e saj ka shenja dhune. Po nuk pati shenja dhune, as kërkush nuk ja hedh syt. Njerëz të çuditshëm. Po. Prandaj kur e patëm fjalën te stereotipet, te mitet, për shembull, unë shpesh e kam dëgjuar mitin, unë e zhvilloj edhe një nëntesë tjetër, sipas një filozofi shumë të madh, i cili thotë kështu. Nëse duhet, thotë bukfalisht David Hume, matja dhe zhvillimi dhe progresi i një shoqërie mund të matet vetëm me emancipimin e femrës në atë shoqëri. Si është një femër emancipuar? Kur ka punën e vet, e shkolluar, e ditur. Unë shpesh herë them, mjafton ti t'jesh e ditur për gjeneratat që vijnë që fëmijën tonë të kesh mundësi ta edukosh. Kur të vijë fëmijët me të thonë, mami me mi tregu detyrat, ti mos me i thënë nuk kam kohë. Ose se di. Po ti nuk e din vetë, prandaj thu nuk kam kohë. Po? Kjo është arsyetimi? Në këtë segment e them unë, edhe shpesh herë thonë, ja një mit, kështu pak tas ironik, gruaja e ka vendin te këmbët e burrit. Me po. Burri mirë merr 7 gra. Vetëm e ta tregu këtë burri mirë me 7 gra, mund ta them se 1 milion brazilian, dhe më interesoj janë konvertuar në islam. Që të marrin 7 gra. Jo. Janë konvertuar në islam duke parë një serial, të cilët e përcjellin kulturën, Zhaden, as ju kujtohet, të cilët kishin paragjykime të hatashme se si mundën njeriu të ketë 7 gra, si mundën të dalet të gjithave, pa ka dhunë atje. S'kam bërë, po duke e parë filmin, kuptuan për trajtimin e atyre grave, se nëse ti ke mundësi dhe kushte s'prish për unë, edhe ata e parapëlqit dhe u konvertuan. 1 milion? 1 milion brazilian. Është e vërtet kjo? Edhe ma shumë. Mos e sakt. Okej. Që janë konvertuar në bazë vetë seriali, do me thonë, kanë fitu një besim, se më njerë kanë mendu se familja 7 grati ke dhunë, nuk ke drejtësi, nuk ke barazi, nuk ke... Ka paragjykime plot, po mbarësisht është personale. Ndaj stereotipe ka sa të dush, do njerë edhe viktima. E qa do me thonë kjo gruaja e ka vendin të këmbët e burrit? Po kjo ka mbet. Po qa do me thonë? Kjo do të thotë se da jo du tjetë në nështrua. Po unë të tregoj nga konstruksioni fizik i vetë gruas, gjatë historikut, ajo ndë njerë edhe vullnetarisht i nështrohet. Dhe
pajtohet me pozicionin inferior në shoqëri. Edhe pse ajo shtilla e shoqërisë. Është vërtet. Zërin mund ta ngresh ti vetëm kur ke një vend puna, ose ti shef ti nga inati dhe nga mos dalja, je në një familje, ushtrohet dhunë ndaj teje, edhe ti logjikon ku të shkoj unë. Ku të shkoj unë? Nuk ka mundësi të dalë për kësaj. Edhe ti e detirume, domethënë, pse ti s'ke vend pune, nuk je shkollume, ke nivelin e ullët të vetdijes, familjen të babait e ama e ke të nivelit ullët konservativ, se po dole prej atje ke unë s'ke vend më në shtëpi. Këto janë, krejt janë këto mite dhe stereotipe të krijuara në shoqërinë shqiptare. Që janë të gjalla ende. Ashtë ende, për fatkeqësisht ende funksionojnë edhe sot e sot, por jo vetëm te na ndoshta është më e shprehur, por edhe te gjithë shoqëria konservative, dikun të është edhe turp, për shembull, mbas disa dhënave në shoqërinë indiase, si zakonisht ju siguri jeni e re dhe dini se shoqëria indiase është e ndërtuar prej kastave, ku ti mund të jesh shumë e aftë edhe ti nuk mund të marrish një burr prej një kaste tjetër, për shembull bramanët, bushmanët e kuta di çfarë. Martohen me klasa. Ashtu, atje është turpi më i madh ta denoncojsh dhunën. Mirë po mbi statistikave të dhëna, mbas ulumtimeve, kur lexon, numri i vajzave të keqtrajtuara është shumë i madh. Mirë po denoncimi është shumë i vogël. Nuk guxoj. Ashtu që domethënë nuk ke ti qasje mundësi, kurajo, sepse shef është shumë një problem tjetër. Shoqëria ti të dënon për denoncim. Ati je pa fajshme, tash ti je fajtore sepse ti dikush ka përdhunu në shoqërinë indiase. Me thënë shif regullimi i marrëdhënieve, u thatë, po të na me siguri që nuk është situata. Jo, nuk është, po kemi nuansa. Me gjitha të jemi pak ma, kemi. Ka nuansa, edhe këtu është turp të paraqesish turp, është edhe frikë edhe turp atë që thamë, po si janë kornizat ligjore, çfarë parashohin kornizat ligjore në Maqedoni për të mbrojtur viktimat e dhunës? Sa i përket kornizave ligjore, në Republikën e Maqedonisë ekziston kornizë ligjore, janë nënshkruar shumë konventa, kur bëhet fjalë edhe për konventën për drejtat universale të njeriut, konventa për mbrojtjen nga çdo lloj diskriminimi të gruas, sepse konventa ka gjithnjë më shumë nga për gratë, sepse unë nuk e di që burrat kanë ditën e tyre, prandaj ka edhe arsye pse gratë kanë ditën e tyre. Ndoshta kanë, do të vijë një ditë që do të kenë, sepse kjo dhunë ka maçi, shpata ka dite, kjo dhunë rikthehet. Kjo dhunë në gjithnjë më shumë kemi denoncim ku edhe burrat janë pjesë e dhunës nga ana e grave. Natyra ka për burrat më të fuqishëm fizikisht, profi, dhe besoj që nuk do të vi kjo kohë kur... Ka ardhur, jo nuk do të vi. Po ju jeni e re edhe nuk keni ballafaqur. T'ju tregoj drejt, sikur nuk dua të ketë dhunë normalisht, po t'ju tregoj drejt më mirë në këtë pozitë, se sa viktima. Ti je me thëmë për stereotip, të ngjelja ai raporti dhunës, do me thëmë... Mendoj se asnjëherë nuk do ndodhë kjo. Jo, nuk du të pranoni asnjëherë. Asnjëherë, jo, shaka, për shaka, po. Njëri merret vesh me fjalë, Sigurisht. edhe s'ka nevojë që ti situatat kanë ndryshuar, rrethanat kanë ndryshuar. Do me thëmë tashmë im thellën në analizën e familjes, që është edhe profesion sociologjik, për shembull, nuk ka patur familje që kanë kriju me ndërmjetësim dhe me ndrim. Do me thënë, ti ke dhënë motrën për dikend, ajta ka dhënë, kështu edhe ati ti s'ke mund denoncoj, sepse janë prish di familje, po se ke denoncu dhunën. E sot, si që ndronë sot puna, për shembull, ja, kemi 1300 raste të dhunës në familje të lajmëruara në vitin 2018, që është për para 4-5 viteve, por besoj që janë më shumë raste se 1300. Unë besoj që ka 8.000-10.000 raste. Ashtu, të paktën në një vit. Vetëm të ndjekësh në media, të shofësh ti vetëm në media dhe të hekësh nga një vit, shofësh sa ka denoncime. E jo më privat ti numrojmë. E nuk tham çfarë bën ligji kur viktima denoncon dhunuesin. Si dënohet dhunuesi te na, cilat janë, domethënë, ligjet që mbrojnë viktimën, dhe a bën ai dhunuesi dhe një vepër tjetër penale ndërkohë derisa e bën
dhunën? A dënohet edhe për ndonjë gjë Sigurisht tjetër? ka disa nene mos i numërojmë krejt, po sipas kodit penal, sipas kodit penal, ai që krije dhunën, sepse është edhe çështje juridike më shumë, Po. ai mund të akuzohet edhe për veprime e tjera, për keqtrajtim, për Shtohet aty shumë dosja. shtohen, jo 1, 2, po edhe 7, mbas kodit penal të Republikës së Maqedonisë, ke edhe 8-9 kvalifikime për akuzim të palës e cila krijen dhunën në familje. Do më thonë, kjo çështje e rregulluar sipas kodit penal të ligjit të Republikës së Maqedonisë. E tash ka diçka tjetër. Nëse me të vërtetë kësaj çështje dhe ligji funksionon ashtu si në shtetet me demokraci të lartë, jo demokraci të plot, se demokraci të plot ende nuk është arritur, po qoftë ajo edhe Finlanda edhe Anglia, do të thonë kjo çështje sa i përket sanksioneve në praktik kalon ma me. Në shtetet e Ballkanit është ndryshe, nuk dia jeni të njohtura me rastin për dhunuesi serik në Serbi. Kjo është katastrofë. Mediat i japin hapësirë tregoje për secilin rast dhe si ka ndodhur. Edhe është në liri. Ajo është rrezik permanent për sakrificat e arshme. Do të thonë shifar gabimi. I japin hapësirë, çfarë Hapësirë më kanë marrë në studio. Po, dhe e trajtojnë si një Jo, person dhe kanë shumë. pyetur, e ka intervistuar dhe u bë Po një nuk është në hall. burg ai njeriu pasi Po di ka dalë për burgu, e ka kriju ka dënimin. mbaruar. Dhe tani intervistojnë Edhe tani mediat. intervistojnë sa keni bërë dhe për secilin rast e tregon në mënyrë individuale. Keni E përshkruan kështu me Po, detaje. ishte aferë shumë e madhe. Reaguan lëvizja feministe, gra, do të thonë çdo grua e vetëdijshme, sepse është më keq ai kur thot dikush, jo, diçka ndodhen larg meje. Ja. Në fillim më kujtohet para 8 muajve, një ditë, tamam, gjet 8 muaj, një ditë para kur nisi kriza në Ukrainë, këtë mendonim në Ukrainë, po ja çka na voni Ukraina pas 8 muaj. Një ndër faktorët është edhe kriza në Ukrainë në rritjen e dhunës në familje. Pse? Sepse kemi krizë energjetike, kemi probleme financiare, kemi rritje çmimeve, dhunë e madhe është edhe kur hin veç shërbim ti traumatizohesh nga çmimet që i shikon. Po, traumatizohesh. E di çka e kom fjalën, nëse dikun diçka ndodh, nuk do të thotë se ajo nuk do të kena edhe na pasojë. Ngroja globale. Ndodhen Sigurisht dikun. jemi pash në këtë botë, sigurisht që Jo, na ndikon. ne du të lëmë këtë mentalitet. Do të thonë, du t'i fokusohen atë çështjes. Nuk është diçka në burin tim dhe këm gajle që ka ndodhën dikun tjetër. Nuk është e vërtet kjo vërtet. Profesor Jakupi, unë dua të di për shembull dhe me siguri dua të dinte televizionistët, e tham, dhuna nuk është vetëm fizike, është dhe psiqike. Po ku fillon? Kur është një viktim? Shef, Se ne nuk kemi kufi. I kemi Ja. thyer moti dhe kemi harruar ku është kufiri. kufiri du të aftësit vetë individualit, çdo personit kjenë kujdes dhe të bëjnë test me personin që vendos të lidhje martes. Se ke qiftet e ri, ata premtojnë lugina dhe male derisa arrin qëllimin. Pastaj, kur të hinë brenda atyre mureve, kur të fillon jetën familjare, atëherë lindin problem. Do të thotë se ti para njerë du të dish me cilën ke punë, shikush rredhoja, ta testosh. Më shpeshere Po përdor. njerëzit ndryshojnë, profesor. E ke parë kur e njofton djalin është shumë i mirë dhe pastaj mas 10 viteve martesë ose ku e di, shmendet fare dhe tash ti se ke fajin që e ke zgjedhur përpara 10 viteve sa ishte normal atëherë kur e zgjodhe ti. Ashtu Se njerëzit shumë ndryshojnë. event, pa ti atëherë ke mirë kuptim. Sepse kur e ke njoftu ti djalin, ka qenë pas strese, ka pas një jetë komode, një jetë normale, dhe ti nuk ja ajo që me njerë ti thush, aha, ta shiftej, me njerë kemi krizë ekonomike dhe unë shkova. Po jo, po ai nëse fillon të paraqes dhunë, domethënë ndaj ose ajo, ja pa marrë parasysh, nuk e bëjmë gjinore. Nëse njëri fillon të paraqes dhunë më vonë, cilat janë ato momentet e para? Domethënë, a është një bërtithm dhe një kërcënim agresiv dhunë? Është, gjithsesi është. Prandaj që në fillim potencova se dhuna psikike është më e shfaqur se dhuna Po nuk do me thënë fizike. që po, se ne e komplikojmë më shumë në mendjet tona, mendojmë që është dhuna psiqike, është ai maltretimi i xhelozisë ose
ku e di unë ato. Britma, bukur. Ama është edhe britma. Është, Po, është. është, do me Edhe thonë- shikimi është dhunë. Bravo. Ja pra, Edhe shikimi është dhunë. të desha të thëmë që Po, po. kufit i kemi ne shumë të gjerë. Do t'i gjerë. gustojmë pak kufit dhe të dim Ashtu ku me fillon keq trajtimi. Keq trajtimi dhe dhuna më e përhapur në familje është kur ti një herë e lejon dhe e toleron. E pastaj ashtu zgjerohet kufit, po. Ajo zgjerohet, ti për hir të diçkajt, që të thash parës, ti për hir të diçkajt e mbulon atë diçkajt, çka do të them kështu, për hir të fëmijëve gjoja se do ta duroj torturën. Ai në fund të Diçka ditës që nuk dëmton është. dhe fëmijët, siç Ashtu. thamë më herët. Gjë normale, sepse fëmijët shif, fëmijët çdo herë neve na dëgjojnë, na vërejnë veprimet, edhe kur jemi të lumtur, edhe kur jemi në ankth, edhe kur jemi në stres, edhe kur kemi kërkesa, krejt ata ndikojnë. Unë tregoj tej që fëmij ka shumë më të mirë që prindi kur nuk ka përdor dhunë, mirë pa ai fëmij është më i mirë, më i dëgjueshëm, më kooperativ, më i lumtur, vetëm me shikim të prindit edhe mjafton. Me harmoni, Do të po. thotë nuk është zgjidhje çdo herë dhuna, dim pse. Se ti nuk sillesh mirë, edhe unë si metodë, si mjet përdori dhunën, ja di shuplaka. Edhe ti çka bën? Ti Qetësohesh. përsëri dhe jo, nuk qetësohesh. Ti përsëri dhe bësh gabim, edhe çka thon në kokën tënde. Unë jam mësou, di shuplaka kur gjë, unë do Edhe do e vazhdoj kaloj avazin situatën. tim. Po kjo ka të bëjë profesor pastaj edhe me vetë respektin apo jo? Ka të bëj, por nuk janë gjithë fëmijët njëjtë. Shef ti ke fëmijë që kanë trauma dhe kur vijnë për shembull, se sot nuk është edhe tema dhuna në shkollë, do të të ardhmen. Po, është edhe Veçanërisht dhuna kemi si fenomen, përgjithësi. po. Ti për shembull ke shumë nxënës të vinë në shkollë ose studentë dhe ti duhet të kesh parasysh shofësh sa i nxënës është. Ai s'mund të nxjerrë frustrimet e tij në shtëpi, edhe ai çka bën? Vinë ata frustrimi i nxjerrën në shkollë. Të nxënës si të. Kacafitet me shok, me shoqe, pen inventarin shkollor. Mirë po, ka metoda. Ja një rast më i freskët, një vajzë e vogël, bukuroshe, 10 vjeçare, i maltretov ka fëmijët shoqe të shkollë. Okej. Edhe prindi thot shif, e thërin krejt trupi pedagogjik, se tjena merren vesh tash. Pak ma kujdes kanë edhe kanë mjetë edhe institucion. Kështu vajza juaj, ajo përsëri e bën një gabim të tillë. Çka bën prindi? Si dënim, çantën me vete, 10 kilometre shkolla që jenë ka larg, ajo ecën në kam, 10 kilometre? Në larg shkollën. Ajo ecën në kam. E kalon të ecë 10 kilometre. Po, ai shkon pas. E kuptoj. Shif, i shkon pas. E Dhe ndjek? thot që ai të mësohet. I për zvogli se s'duhet përdori e dhunë. Këtë mëjrat i ke këtu dhe ti qka ke, dhe më thëmë ta me njanojmë. Kjo është dënimi. Po shifti, vajzo tashmë, na dhe njerë e përkrahim edhe vetë e zhvillet. Dhe thush të si ja dhe ta di shembull banal. Po edhe unë do t'jap një shembull Po, pastaj. shumë më jep, unë do ta di shembull banal. Shif na çka bëjnë, familje shqiptare dhe familje tjera në Ballkan. Fëmija ka një vit, gjën e parë që mëson të shaj. Bravo. Na çka bëjmë? Bravo, mafiashi babit, kam Edhe ai, dëgjuar. po, Për shembull. ja jep veturën të avozis. Edhe ai mendon se bën diçka të mirë, shan në Eduard Trokasin. Se është buri fort, është i Ashtu. fuqishëm, i E dita. agresiv. E dita ti, një fëmijë e merë e mban krah. E mund të ecë. Mund të ecë, 2 vite ka, edhe atë mund shpejt të ecë, por ti e mban krah. Dhe ati ko pas kohë, kur si vjen mirë, ai ti ta mshon një shuplak. Aha, kam parë edhe Ma këtë dorën e vogël për të gjek fytyra. Por, në aspekt psikologjik, sociologjik, të edukimit, duhet me ja kthej. Sa i fëmiu nuk po, sa i fëmiu nuk e shef se ti të dhim. Po kur ja kthem pak a e shef. A çka kur e them kështu do thonë aha, të përdorim dhunë ndaj fëmijëve. Jo. Dhunën ta kthejmë me Ajo, dhunë? asesi. Por ka një filozof i madh që këtë gjë e ka vlumtu para shekullit ton 5000 vite, njerëzit kanë qenë larg pamës dhe ka thonë kështu. Nëse e don fëmijën tënd, bukfalisht ka thonë, por jo ta kuptojmë bukfalisht, digje. Nëse e ke muni, lakmo. Që unë pajtohem. Nëse ti jep shumë drejta, E kuptoj. më shko më larg. Sot ti je një nxënëse, një send, po e thire prindin ti, hajde se fëmija nuk mëson, ikën prej orë, A, kam është frikë deviant. mësuesët ti thirin Po, prindët. pin marihuana, drogat lekta, kacafitet, ofendon, ai nuk vin kur. Nuk Po i vjen, tha edhe fëmiu nëse- presorim ka ofendohu, më ka thënë, më vjen njerë vejnë edhe direkt ato, jo me shumë. vetë, po veti tretë i vejnë, me tu kërcënohu se
Të thotë Dhe me një herë e dim prej ku ka ardhur dhuna, profesor, kur e shek situatën apo jo. E sheh se te fëmiu ka ardhur dhuna nga edukata jo adekuate që ka pasur në shtëpi. Po edhe nga ajo që ka pa, ka ardhur edhe nga ajo, edhe nga kjo, ja një stereotip. Qyteki ka dalë prej xhenetit. Edhe diku dhe e qërë me këtë, dhe me thonë tej, me të vërtet dikun të edhe ndikon kjo, te kur e përdor. Ndikon, po, do njerë më vjen keq për këtë kulturë shqiptare që kemi... Shef edhe Dajakun e këthi në shkollat angleze, që është shumë ndalu, është e lejume që të mbaj shkollë. Ti e ma e reja, po unë kom qef, që pak lexoj, këto nuk jenë kuriozitete, këto s'jenë kuriozitete me liqë, po e këthejnë pak të shkopin, ama jo ta keq përdorin, po si shkop të mbajnë, po në herë po, ashtu. Tërheqje të vëmendjes, kur ti bën sepse e vërteton këtë stereotipin sa i ka dalë për xheneti. Ama pastaj kjo edhe keq përdoret profesor te ne, se mund të jetë jo vetëm një goditje e vogël. Ashtu po, e kesh të pronte, të se dora mas nuk ka, por jëmë për kundra çdo lloj dhune. Patjetër, jemi në një botë. Ka kjo edisi është i nderuara moderatore, kjo edisi është, na pedagogët i mësojmë fëmijët e krejt tjerëve, na i herë s'dim të mësojmë fëmijët ta. Neve na ndëgjojnë të tjerët, kurse tanët nuk na ndëgjojnë. Shembull, edhe na si pedagog të tregoj drejtën, shumë ke vullnet të kur një fëmijë, një nxënës, një student të ndëgjon te dhe ti ke dëshirë me i dhënë ai udhëzim, sepse ai aplikon atë që i thua te. Patjetër. Kjo është. Po prandaj unë them se kjo gjë mund të menjanohet me shumë punë prej institucionet më të hershme. Të pyesë, çfarë të bëjmë tani? Cili është roli ynë, cili është roli i shtetit që të ndryshojmë këtë fenomen? Shif, shteti duhet të ndaje më shumë mjete, për shembull shteti i Kosovës shumë shtet më i ri se shteti i Maqedonisë, por gjithë korniza ligjore që ka të bëjë me dhunën, veçanërisht me atë në familje, është në bazë të akvis komunitere. Akvis komunitere është legjislacioni i Bashkimit Evropian. Pasi Kosova shumicën e ligjeve i ka nxjerrë dhe i ka miratohu sipas terkut të akvis komuniteres, të të përmendi si shembull, sepse shumë ma shumë i kushtojnë vëmir. Ja, si një e dhënë statistikore, në Kosovë ka 8 strehimore për viktima. Maqedonia, si shtet shumë ma para, ka 4 strehimore, po. Dhe ato i ka di Shkup, Manastir. Ma bitin Kosovë njëne ishtë Mitrovic 2, edhe qytetet tjera, Prishtinë, Perizaje, mirë po kishte 8 strehimore për viktima. Ati që mirë po kishte edhe, ka edhe ma shumë ente të ndryshme, shoqata të cilat përkohësisht i strehojnë. Prej 24 deri 28 orë. Diçka du të them. Du të them se ja Kosova në këtë pikpamje është para Maqedonisë. Po, atë që tha më herët, një grua ka frikë se s'ka ku të shkoj, në fakt pas ka ku të shkoj. Ashtu. Edhe tjetra, në Kosovë vetëdijsimi i njerëzve, denoncimi, kjo u thinë do tabu edhe pas jedini që lufta ndodhi në Kosovë, atje ka patur shumë gratë traumatizuara. Po, dhe ju plasi filmi. Ashtu, të cilat në fillim hezitonin të paraqesin dhunën, mirë po pastaj fituan një kurajo, e cila kurajo shprehet shumë pozitive në gjithë shoqërinë kosovare. Atje shumë më shpejt denoncohet një rast se sa në Maqedoni, Serbi dhe dikun tjetër. Kjo është mendimi im subjektiv. Është vërtet se shohim dhe në media e dëgjojmë. Çka bëjnë media? Po, pra, për minutat e fundit të shohim çfarë duhet bëjnë mediat për të përmirësuar këtë situatë. Cili rol do të kishte Joni, ndoshta i kundërt i asaj media serbe? Shëve, unë me tonë të që mediat luajnë një rol në çdo shoqëri, në krijimin e opinionit publik, ka një rol primar dhe mund të bëjnë shumë ma shumë se sa që bëjnë për të bëhet fjalë për eliminimin dhe denoncimin e dhunës së dukuri shoqërore. Pa e bën një gjë të tillë, e bëjnë për jo mjaftueshëm dhe sa duhet, nga X shkaqe të ndryshme, dikush edhe për përfitime personale dhe ta di çfarë. Por ju pa qejfe, se jam tip që bëj qejf, si medium, jeni shumë i hapur edhe temat të qelluara keni, dhe kthenia filmi shikoni, një lider partijak,
mund brenda javës 3 herë 4, dale në medium, mos përmendi emrin, s'ka më rëndësi, folje banalitete dhe punë të kota, a nuk e kanë pa të arsyeshme që të ftojnë një profesionist lëmiz për dhunën familje si që keni bërë ju. Unë nuk them se vetëm ju e bëni, por pak në media, ta çështje, ta dukuri, papunësia, stresi, du sa ma shumë t'jem prezent. Në shoqëri. Janë prezente për momentin shumë në jetën tonë dhe këto gjëra duhet të debatohen në media. Se shif dikush e ndjekën, dikush nuk ka hallin e politikës. Le ta ketë hallin ai që përfiton dhe që ka përfituar. Mendoj se janë lodhur me njerëz nga politika, sa e shoh asnjë Unë nuk nuk du ndjek me politikë. emra se nuk lejon njerë modestia. Jo, thjesht politika ditore është shumë e zdisur, Po rastisht mbi radha, mos them kështu, jem përmalluar, shoh një emision me kësaj tematik. Nuk do të thotë jem unë këto. Unë që në fillim thash që nuk e llogaris veten ekspert, por sa kam njohuri ata mund t'i ndajmë së bashku, diku i pëlqen ai mendimi, dikush mund të shfrytëzojë diçka nga kjo, por mediat kanë rolin primar. Sot folim. Çka do të kishin rolin primar mediat në krijimin e opinionit dhe në parandalimin e dhunës në shoqërinë shqiptare para 30 viteve, të lutem. Një medium me gjysmore program në javë, një gazet ditore, një javore, të flakë vllazërimit dhe të lutem, çka mund të lexosh plus e cenzuruar nga shteti. Edhe ti për një javë ku ke mundësi të denoncosh edhe të folish për kështu debate dhe kështu. Sot përpos krejt të mejrave, por jo, edhe me çdo kusht për të vrapohu për senzacionalizma dhe për rritje të dukshmërisë. Shikueshmërisë televizionit dhe du të lenë mëna. To janë tema shumë të rëndësishme që të angon shoqërinë shqiptare. Se ka dhe unë. Unë tregoj ti je, mos flasim më për segmente tjera, se thash që në fillim, ti kjene vetë dhunë. Njëri unë njerë dhe vetë vetën e dhuron. Si, për në mendime. Unë jam i traumatizuar kur t'i shef çka ndodh për e teje. Shumë e vërtet është. Këtë se pas ka menduar që... Se keni menduar, po unë... Edhe besoj që është më e rënda, se pëse s'ke kujt jeve shpajnë. Shumë e rëndë. Shpajnë të vetja. Unë prandaj dhe do teza shpesheri zhvilluj vetë dhe nuk du që nuk i propagoj, se për ta propagu du të ku me pas me propagu. Unë e them kështu, dhe çdo gjë du të ta shënosh dikun, unë e shënoj si zakonisht, po vjeni koha kur kena ma shumë koha, ndoshta edhe i zhvillojmë si teza. Patjetër, unë doja t'ju ftoj edhe një herë në program, sidomos sepse gjatë bisedës më kujtuaj që ama është një temë shumë e madhe që duhet të flasim edhe për dhunën në internet, që është shumë e rëndësishme për sot. Kështu që do t'ju mirëpresje ditë tjetër. Shumë një temë e qelluar, për të cilën tash janë mbajtur edhe seminare dhe mbahen seminare, një keqtrajtim, një degradim i psikës së njeriut. Mënyra virtuale, kur ti të lejohet gjithë shka atej, të lejohet ti dhe ti mendon se nëpërmjet asaj virtuale, nëpërmjet atyre shokëve ti je edhe ai që mund të edhe diçka të veprojsh edhe në praktik. Po shumë është një përsëri ju them kështu. Ju krejt varet nga prindërit. Nëse ti ke rregulla shtëpi, dhe ti thua fëmijë deri në 12 ora, 12 t'i leja, thoi, 12 du të me ndërprej mobilin. Mos me shiku kur kjo. Një dit, tretën dit ja merë. Njëjtë si ai prindi që e dërgoj në kamë, vajzë. 10 kilometra të kur di dhe më në kamët, shif ka efekt ati, kur di dhe më në kamët, ajo më nuk do përdori. Po tu hec ajo, çdo herë dhe pjesë e vetën ma pak 5 herë. Se une eci në kamë. Se më 10 kilometrave dhe me vetën të bisedu të s'ke qka me bë. Dhe ta pjesë, dhe thëte po. Se unë gacmova në shkollë, mirë sot nuk gacmova. Ndaj dhe ki segment është shumë, kur themi për atë në internet, edhe na jemi pak. Shumë e zhvilluar. Ka keq trajtime, keq përdorime, ka na jemi ata që edhe na ndikojmë pak. Unë ta tregoj një sen, të nuk mundën, për shembull një orë, mësimore nuk mund të zhvillohet pa përdorimin e telefonit. Edhe, po, në Amerikë. Edhe unë them temën, kjo është tema, sot dhuna dhe nxënësit që të hapin e se cili ka zgjedh një mendim dhe e thotë, që nuk është shumë ma mejre. Jo, është mirë të përdoret për të mirë. Për si ndë qemën, te më stapni shembull, nuk e dhja kemi kohë. S'kemi po nejse. Që jo vetëm që këtë shembull e këm pa qeter të ta japi, të shohëm ku kemi vetë dijen. Na aty ku punoj në shkollën e mesme ekonomike, të gjitha
bangat janë me vrima. Me vrima? Po. Po, pse? Me janë me vrima sepse një fëmijë, një kompjuter, ha? Po. Okej, kablot. hyn Ashtu, aty. kablot aty dhe Maqedonia u zotua se çdo fëmijë do të ketë një kompjuter. Aha, po kanë vetë vetëm vrimat. Jo, edhe kompjuterat ishin. Por, derisa profesori ligjeron, ajte kompjuteri nuk e krin detyrën. Informatikës ashtu, përbën letra. diçka tjetër. ose po Edhe diçka tjetër. bangat, po tra radha dhe njerë, po edhe në kudo shkolla, jo të na Po, vetëm, po. janë edhe kemi mbet vetëm një, pse? Patëm keq përdorime. Edhe i hoqët. Ajo u hoqën, vetë u hoqën. U hoqën Se se dikush nuk pi vënje. nati, pi dhunës në familje, shpreh në shkollë, e merr mausin, ti pa maus, unë Aha, ashtu edhe bëshin edhe kështu gjëra. ose presh diçka. Do të thonë, krejt kjo punohet se ajo pronë shoqërore, se ajo del prej prindit tënd, atë pagun babai jot. Po pra, taksa Po, paguesit ashtu. e kanë paguar. Amaj, është teme mirë edhe kjo te dhunan te fëmijët dhe dhuna në internet, do ju ftoj përsëri, besoj që do keni kohë që të vini. Profesori nderuar Ezak Jakupi, folëm për dhunën dhe dhunën në familje si fenomen shoqëror. Faleminderit që ishit. Unë për kur të them shumë me të vërtetë ju jam mirënjohës, sadopak më lejoni që të shpreh disa mendime, opinione, pa megalomani, pa diçka shumë të lartë, por trajtojmë që është që si që edhe ka emisioni vetë emrin Happy Day, ta nisim ditën mbar, edhe çdo herë në kohë të mbar për gjithë shikuesit që na shikojnë. Ndjekin, faleminderit shumë Faleminderit, zoti Jakupi edhe mirëpafshim. një herë. Faleminderit. Mirë, ne dolëm nga programi për 6 minuta të tëra, por është e premte sot, gjithçka lejohet. Unë ju dëshiroj një fundjavë të këndshme, mirupafshim të hënën në 8. Oh, happy day. Oh, happy day.